Fatmir Spahiu, Bufi ose i njohur gjithsesi si Orhani Kafeneson, dje befasoi shumë njerëz. Propozimi që Albin Kurti ja bëri për ministër të kulturës ishte arsyeja pse emri Bufit u komentua gjatë tan ditës së diele. Ai nuk i mori votat për ministër, por i mori mira pëlqime në shkrimin në Facebook, ku tregoi se kishte pranuar ftesën e Kurtit për një funksion në kabinetin që nuk u votua. Normalisht reagimet ishin të përziera. Disa përgëzonin, disa të tjerë shprehin habin me vendimin e Bufit, e një pakicë e vogël, kryesisht analist, e kritikonin nganjëherë metodën e përqeshëse e Idhnaki. E para punës, shumë mirë që Bufi ka pranuar me hyrje në një qeveri. Është një prej aktorëve më të zotë të skenës artistike në Kosovën e pasluftës. Përveç artistit serialëve të zhanrit komedi, Bufi është aktor i diplomuar në klasën e Faruk Begollit, një prej ikonave të skenës shqiptare. Pra është aktor profesionist, që ka luajtur edhe në teatr edhe në film. Bili në disa filma që kanë përfaqësuar Kosovën në festivale ndërkombëtare, duke u shpërbly me çmime. Është edhe producent. Si teknokrat besoj që Bufi njeh mirë problemet e artit, kulturës e kinematografisë në Kosovë. Secila qeveri do të kishte dëshirë me pas emra të njohur që s'kan afilime politike, por që munden me kontribu si njohës të një sektori specifik. Mënyra se si shoqëria jonë reagon lidhje me kyçjen e artistëve në politikë është tetë absurde. Afërmenç, shumë njerëz kanë një shpërfytyrim në lidhje me qenien e artistit. E shohin si qenie jo politike, si njëri që e shmang politikën, që rri anash, që nuk diskuton e nuk përfshihet në debatet mbi çarjet e mëdha në shoqëri. Në fakt, artisti është krejt e kundërta e shpërfytyrimeve në mendjen e disave. Artisti është qenie thellësisht politike, që prekupohet për shoqërinë, që flet për fenomenet në shoqëri. Mënyra se si baltoset secili njeri i mirë që futet në politikë, qoftë në kampin e pushtetit apo në atë të opozitës, do të ketë pasoja të mëdha shoqërore. Mund të vijë dita kur njerëzit e ndershëm e profesionist të Kosovës do të ngurrojnë me u aktivizu politikisht, nga frika e lënçimit e përndjekjes online. Kur njerëzit e mirë hezitojnë, atëherë oportunistët vlojnë në politikë, duke u bë shumicë. E kjo do të ishte edhe dëmshme edhe rrezikshme për demokracinë e Kosovës.